Dhe po citoj Odirin që përmendi bonusin e qeverisë për pensionistët, faljen e gjobave, KQZ e frenonte dot këtë vendimarrje të qeverisë për bonusin e pensionistëve dhe faljen e gjobave, zoti Celibashi, apo nuk ishte në kompetencën tuaj për shembull para 11 majit? Kemi bërë këtë diskutim edhe me përfaqësues të misionit ndërkombëtar të vëzhgimit të zgjedhjeve dhe ata nëse e lexoni raportin e pranojnë faktin që nga pikpamja formale çdo gjë është në rregull, sepse thuajse të gjitha vendimet të para si avantazhe për partinë në pushtet, vendimet e institucioneve publike janë marrë para periudhës ndalimi, pra para periudhës 4 mujore. Edhe vendimi që kishte të bënte me faljen e gjobave ishte rrjedhoj e një detyrimi që vinte nga ligji përkatës, që detyronte Këshillin e Ministrave që brenda një periudhe 6 mujore të nxirrte vendimin përkatës. Ajo çfarë Odir thotë është që do duhet që rregullat të jenë të tilla që ti të mos kesh mundësi që edhe formalisht ta krijosh këtë avantazhin apo të fshihesh pas gërmës së ligjit. Zoti Celibashi, një prej diskutimeve, rekomandimeve, edhe nga ana juaj është përmendur her pas here, por edhe partitë politike kërkojnë depolitizimin e administratës zgjedhore. Por me cilët njerëz i zvendësojmë ne këta përfaqësues të politikës, le të themi, kur edhe raporti OSB Odirit nuk e ndan dot vijën mes shtetit dhe partisë që është në pushtet. Pra me cilët njerëz zvendësohen këta, kush janë njerëzit e jashtë politikës për të administruar zgjedhjet? Shikoni, nuk është se do gjejmë disa njerëz që s'kan lidhje me realitetin politik në Shqipëri, por do duhet që këta njerëz, të cilët në nivelin e 2 dhe të 3 do të administrojnë procesin zgjedhor, nuk do duhet të vinë si propozime të partive politike apo të kalojnë nga zyrat e partive politike. Që gjithsesi nuk jam duke thënë që partitë politike do duhet të përjashtohen tërësisht nga administrimi i procesit zgjedhor, por nuk duhet të kenë atë rol dhe të vetme në këtë proces. Një pjesë e asaj armate e cila merret me administrimin e zgjedhjeve në nivelin e 2 dhe të 3 do duhet të vijë si kontribut i vendimarrjes apo i përzgjedhjes së Komisionit Qendror të Zgjedhjeve. Qartazi KQZ nuk do të kërkoj diku tjetër, këtu do t'i kërkoj ata njerëz, po do t'jetë një proces larg interesit politik me qëllim për të zgjedhur njerëzit më profesionist. Edhe ata do ta kenë një simpati politike, por nuk do të jenë në pozitën e flamurtarit të shërbejë interesit politik për shkak të faktit që janë të ardhur nga zyrat e partive politike. Pra ne institucioni KQZ-s nuk do të synojë që të zgjedhë militant partijak, po njerëz të cilët edhe pse kanë një bindje politike, një simpati politike, do të qëndrojnë larg të interesit politik kur të jenë në funksionin e komisionerit qendrës së votimit apo të KZAZ-s. Zoti Celibashi, raporti përfundimtar i OSB Odirit e vlerëson institucionin tuaj për menaxhimin e gjithë procesit e 11 majit, ndërkohë pas pak ditë më parë ju kur keni folur në një tryezë, keni bërë një propozim për institucionin që drejtoni që të jetë të funksionojë si një kryekomisioner për të qenë korrekt ose organ kolegjial. Pse vjen ky propozim nga ana juaj? Çfarë ju ka penguar, çfarë nuk ka funksionuar aktualisht në institucionin që ju drejtoni? Për ta saktësuar pandi, nuk është se kam rekomanduar ndryshimin e formulës dhe strukturës së përbërjes së Komisionit Qendror të Zgjedhjeve. Nuk është thelbësore apo parësore, të paktën në momentin që ne flasim dhe në eksperiencën, bazuar në eksperiencën e deri tanishme, por kam thënë dhe vazhdoj që të qëndroj kësaj që në gjykimin dhe në vlerësimin tim, nëse do duhet të rikonsiderohet formula e përbërjes së Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, për gjykimin dhe vlerësimin tim, varianti më i mirë është ai i qenies së një organi monokratik,
por ndërkohë edhe me elemente të cilët sigurojnë edhe besimin e opozitës në ndërtimin e këtij institucionit. Pikë së parë, ai që do ta përfaqësojë këtë institucion duhet të zgjidhet me konsensus edhe të opozitës, dhe nëse nuk do të jetë ky opsion, mund të jetë opsioni një organi